Se nuk është rastisht në pozitën e parë, skuadra hysit këtë ka dëshmuar edhe në takimin e sotëm kundër Kosovës së ushtrisë. Moria e rasteve dhe 6 golat e shënuar janë rezultati lojës së mirë kolektive dhe individuale për ta bërë këtë ekip të fuqishëm dhe asnjëherë në dyshues sa i përket fitores. Mbi 1000 shikues ju vun ekipit në përkraje për gjithkohën, duke e motivuar për fitoren e re. Ani pse, të parët kryesuan mysafirët në minutën e 15 nga Topalli me këtë gol. Ekipi vendas shumë shpejt mori veten dhe pasi krijoi rast pas rasti, rreshtoi edhe golat. Në minutën e 36 barazoi Zhdrella për t'i çuar ekipet në pushim me këtë rezultat. Në pjesën e dytë, lojë shumë furioze, sapo kishte nisur gjysmë loja e dytë dhe ja tek shënon Osmani golin e avantazhit. Në minutën e 65 shënon edhe Enis Zabërgja. Në minutën e 73 për të dytën herë arrin të shënoj Labinot Osmani. Vushtriasit ja dolën që golin e dytë ta shënojnë në minutën e 80 nëpërmjet Izmakut. Labinot Osmani arrin hat-trickun në minutën e 86. Golin e fundit për vendas e shënoi Petrit Osmani për t'i dhënë hysit fitoren e 6 në minutën e 90. Pra, hysi Kosova 6-2.